Ditën e sotme eminenca e tij kardinali Rolandas Makrika, kardinali Santa Maria Maggiore, zhvilloi një takim në vendin e dëshmisë dhe kujtesës në Shkodër. Gjatë vizitës ai u njoh nga afër me historinë e përndjekjes fetare në Shqipëri, duke cilësuar këtë vend si një dëshmi të fortë të vuajtjeve njerëzore gjatë regjimit komunist. Në fjalën e tij, kardinali theksoi se muzeu pasqyron mjerimin njerëzor që lind kur njeriu largohet nga Zoti dhe se e keqja nuk ka fjalën e fundit. Kemi vizituar një vend vërtet trishtueshëm këtu tek Muzeu i Kujtesës. Tregon dy gjëra, sparit e ajo mizeria njerëzore, edhe ajo mizeria njerëzore që kërkohet pa Zotin. Edhe gjëja tjetër që duhet theksuar se e keqja nuk ka fjalë të fundit, sepse e mira edhe e vërteta fiton gjithmonë. Ky është një mesazh i Ungjillit, po është edhe një mesazh njerëzor, sepse ditët e të keqes janë të numëruara. Ai bëri gjithashtu një krahasim me përvojën në Lituani, duke thënë se muzeu ka ngjashmëri me atë të vendit të tij, ku të mbijetuarit e regjimit komunist kanë dëshmuar për vuajtjet, por njëkohësisht kanë lënë një mesazh të fortë se shpresa është më e madhe se çdo e keqe. Në vizitën që bëna këtu te Muzeu i Kujtesës, mundum me krahasu edhe me muzeun që është në Lituani, sepse eminenca vjen nga Lituania që ka shumë ngjashmëri edhe. Edhe atje kanë ekziston njëjta gjë, edhe forca e të keqes, por edhe forca të mirës që triumfojnë gjithmonë përmi të keqen. Edhe personat që kanë mbijetuar nga regjimi i Kosovës dhe komunist edhe në Lituani, praktikisht atëherë kanë dëshmuar për gjithë këtë keqe që është shkaktuar, por që japin një shembull se shpresa është më fortë se çdo gjë tjetër. Kjo vizitë vlerësohet si një mesazh i rëndësishëm e reflektimit dhe besimi për shoqërinë shqiptare.